Ka dërgu shpesh foto? Çfarë fotot ka dërguar? Më ka dërgu bajke shpesh foto, më ka çu foto të organit gjenital, edhe më ka bë muni shumë keq. Ky person që po e intervistojmë në kushte anonimi është një 15 vjeçar nga Prishtina, i cili prej disa muajsh provokohet nga një person 20 vjet më i madh. Ky i fundit i kërkon me insistim të shkëmbej foto të natyrës erotike, pavarësisht se është fare mirë në dieni të moshës së djalit minoren, i cili studion në shkollën gjitur me vendin e tij të punës. Atë ka kërku ndonjëherë mi dërgu ti foto? Më ka kërku shumë herë, edhe pse ja kom bë me dije që jo, nuk është që pedu, po prap po vazhdon s'panalet. Në këto kushte, kur 35 vjeçari ishte bërë shumë këmbgulës në kërkesën e tij prej manjaku, minoreni ka menduar që do të ishte momenti të komunikante me dikë për çfarë po i ndodhte. Por diçka duket se e ka penguar. Shumë më konë në siklet në çato momente kur mi ka çu çato foto. Jam në siklet me fol me këndo, si me familje, si me shoqni, se po, frika, jam tut. Pavarësisht se 15 vjeçari mundohet ta shmang, duket që manjaku nuk e ka ndërmend të ndaloj dhe nisi të komentoj kudo që sheh foto apo videot e tij. Madje në një rast bëhet shumë konkret në provokimin e tij. Unë e pata qit në story në foto të lujt me shok në Sony edhe ai ma kthen thot që ai shardh me të mujt në Sony edhe unë njerë të menu që për me lujt Sony, po vazhdoj të më thonë hajde lujm desh, hajde vreqim bokserica, dhe më thonë me kësi termeve që më kanë shti shumë më shqetësu. Hecë që më një mirë në ato momente. Kom pas shumë frikë. S'kom dit as qa me thonë, s'kom dit qa me bo, qka me vepru. Qysh në start kur fillojnë ngacmimi, ata krijojnë ndjenjen e frikës, panikut edhe të ankthit, të cilën mundohen ndoshta me majt msheft për njerëzve sepse ata friksohen që kanë me u gjyku, ata arrin me shmang komunikimin me tjerë, sidomos me prindët dhe me familjarët e tjerë, kanë tendencën me mbyll, me qenë të friksuar, ndoshta ndryshon edhe apetiti, ndryshon edhe gjumi, flajnë më shumë ose nuk din ku me u drejtu, domethënë po flasim për një moshë e cila nuk e ka të qartë se si zgjidhet një problematikë e tillë. A ke blloku? E kom blloku, po. Por përpara se ta bllokante, djali minoren ka arritur të ruaj disa mesazha që na bëjnë të kuptojmë qëllimin e 35 vjeçarit ndaj tij. Në njërin nga mesazhet, 35 vjeçari i kërkon të dalin pas mesnate, me pretekstin e pirjes së një cigareje. Por në vend të adoleshentit, në takim, ai përballet me ne. A e di çfarë është kjo që po bën ti? Kur që është përbaj? Në ora 1 natës po do me taku një 15 vjeçara. Vesh me pi kafe, mesim me nejt me pi kaj cigare me ta. Ora 1 natës, kafe e cigare me një 15 vjeçar? Apo qëllimi është diku tjetër? A din çfarë quhet kjo? Kjo quhet ngacmim ndaj të miturve. E di, po në vesh thjesht i kafe, se vjem pin kafe, që të në kamerer për naj. Ti ka disa kohë që po i shkru. Pse? Çka po don prej ti? Kur gjojq. A di që është ka të rënë jetën një 15 vjeçare? E di, ko kur që se kom pas më për qëllimit keq. Pse i kërkon foto? Pse i dërgon foto? Ai është veç 15 vjeç. Çka mundesh me dashti prej ti? Kur gjojq. Për bezut, kur gjojq. Edhe pse ne ja bëjmë të ditur se ka të bëjmë me një fëmijë dhe madje e pranon, ky 35 vjeçar i konsideron krejt normale tentativat ndaj tij. A ke pa në kafe? Po. Atëherë, pse dush marrë me ta ku këto? Ai i vëdishëm çka ke bën? Po, vëdishëm po në kur për qëllimit kom pas. Çfarë qëllimi pra i e sot këto? Kur gjoj veç, me nejtën me lusën. Me lusaj me një 15 vjeçara, sa vjeç je ti? Una, 35. 35. A s'ki të moshës tonë në shoqni me lusanje? Jo, kom po, A ke di që i ka 15 vjetë? po e kom ditë. E fotot pse ja ke që